Përshëndetje, unë jam Justin Goçi, ekspert i shërimit të ankthit. Këto janë 3 gjëra që ti duhet të dish nëse ti bëhesh anktioz afër njerëzve të tjerë. Çdo herë që takojmë njerëz mund të ndihesh që dikush po të gjykon apo si po të percepton dhe fokusi kthehet gjithmonë brenda teje. Çfarë mund të bësh për të dalë nga ajo situatë menjëherë dhe ta trajnosh veten tënde është që të nxjerrësh vëmendjen nga brenda teje duke pyetur veten çfarë duhet të di për këtë person apo si është kjo situatë. Pra çfarë do lloj pyetje që ty të bën të dalësh nga e brendshmja jote në gjykimet e brendshme që ti ke për veten tënde apo si po të perceptojnë të tjerët, kjo do të ndihmojë. 2. Sikur je në qendër të vëmendjes, të duket sikur je në qendër të vëmendjes kur takon dikë, të kapaj ankthi sociale dhe gjithë po të shikojnë ty. Kuptoje që në fakt nuk është e vërtetë ajo gjë. Ajo është një aludim që ty të krijohet me veten tënde. Realisht njerëzit nuk e kanë as shumë mendjen e tyre. Dhe nëse ti e kupton këtë gjë intelektualisht, atëherë kjo do të ndihmojë që ta kesh më të lehtë që të dalësh nga ai cikël vicioz. Edhe 3, ndërveprimi social ty të bën merak. Nëse ti bësh merak nga ndërveprimi social, thjesht kuptoj që çdo herë që ti bën një ndërveprim social dhe të kap ankthi, je një hap më afër shërimit, le të themi më afër mirëqenies. Pse? E po e largon, je duke e larguar pra me ndërveprimin gjendjen e ankthit. Pra, sa më shumë ti me ndërveprime dhe ke guximin të dalësh përpara situatës, duke ndjekur ato 3 këshilla që unë të dhash, kjo do të ndihmojë që ti ta largosh gradualisht me veten tënde anktin.